Vllaznia U18 u shpall fituese e turneut ndërkombëtar Shkodra Summer Cup 2025, ndonë se ishte kategoria U19, por vllaznia U18 u shpall fituese me portierin Alevio ndoi të vllaznisë që ka dhe kupën në dorëzim. Urime. Faleminderit. Ishit një pikë e fortë të skuadrës, sidomos në ndeshjen finale që u bët barrikati disa sulmeve të ekipit nga Ghana. Po, isha normale, u detyrosha që mu paraqit fort se e doshim si torne, e doshim me fitu kupën se s'ban. Kishte një presion skuadra kundërshtare në pjesën e dytë, e kërkonte me insistim barazimin dhe ju e fituat disa gola. E shënuam në pjesën e dytë dhe ekipi kundërshtar reagoi shumë shpejt, po ja dolëm shënojmë edhe golin e dytë dhe mbrojmë çdo gjë. I kënaqur në këtë sezon sportiv që u mbyll në aspektin personal? Jam i kënaqur, por duhet shumë punë për sezonin tjetër. Ju jeni dy vëllezër të ndoj në ekipin e vllaznisë, por vllai juaj është edhe me ekipin kombëtar. Që quhet? Besar Dëndoj është me ekipin kombëtar të Elite Youth Academy me U14, por duhet shumë punë të dy. Kjo karrierë sportive e suksesshme në këtë moshë të re, padyshim se është edhe kontributi i babait tuaj, Besnik Ndoj, një nga portierët e spikatur, sidomos të Adës e Filipojës, sot trajner me akademinë. Sa pjesë ka Besniku në këtë arritje tuaj? Babai im ka çdo hap mundshëm te karriera ime, çdo lloj meritet e ka babai im te karriera ime. Objektivet për të ardhmen, cilat janë për? Objektivi numër 1 është ekipi i parë i vllaznisë, por duhet shumë punë. Kupën mund ta çoni pak më lart dhe mund t'ja dedikoni direkt dikujt të kupë. Për kë shkon kjo kupë? Kupën ja dedikoj vetëm familjes time. Urime, sukses në vazhdimsi.